kemi mjaft, po kemi nevojë për vepra. Për të arsye se çdo ditë shuhet nga një zejtar. Në këtë kohë, jo veç zejet, po edhe shumë sende, shumë zanate janë duke shuar, për të arsye se modernizimi ka ardhur, hapja kufive të tregjeve të ndryshëm, edhe ramja e interesit, për të arsye se zejtarët punojnë nga dora, kurse neve na sillin gjithçka që është nga mashineriet të ndërtuara në vende të ndryshme. Problemi më shumë ka qëllu edhe ndodh për shkak që përveç se një pjesë të vogël të zanatit të cilën kanë mbetë në këtë qershin tonë, gjithë të tjerët janë në zhdukje për shkak që futen produkte të gatshme, më të lira edhe nuk kanë interes për punë nga dora e mjeshtreve të lashtë. Sa i përket kësaj se si mund ne ta menjanojmë dhe mos të shtuket, këtë çështje ne nuk mund ta zgjedhim si asnaf, për të arsye se edhe pak më para ne përmenëm që çka është mund edhe çka është dashur të bëhet nga dora jonë apo nga dora e asnafëve, ne kemi ndërmarrë disa hapa ku kemi hapur rrugën edhe dyert për të vepruar organet e shtetit të cilën janë përkatëse për këtë çështje. Për çështjen e zejtarëve është më së shumti e thirr Ministria e Kulturës me odën e zejtarëve të Shkupit dhe të Maqedonisë, ku me një plan të mirë dhe me vullnet qartë mund ta mos na zhduket kjo çështje e zejtarëve. Ka shumë mënyra të ndryshme, si për shembull që zejtarët të cilën janë në zhdukje, Ministria e Kulturës, nëpërmes odës të zejtarëve, që mund t'i stimulon zejtarët për mos të zhdukur, ku mund të bëhet për një aktivitet për me pas një bukuri ndaj të turistëve, të cilën me vetëm ne kemi si atrakcion. Atraksioni të cilën mund ta banë është të liron nga pagesa, të jep lokalet të cilën kemi lokalet shtetit këtu që i ofron një lokal për mujt pa pagesë për të zhvilluar një punë. E dyta është ka lokalin e vet të ndihmon me ndërtimin e mjeteve të cilën ai ndërton apo i marron ta themi kështu shqip. Ministria e Kulturës t'i merr ato dhe t'i shet në tregje të ndryshëm, ku ata të detyron të vepron të punon që mos ndalet, atëhet atraksioni i më i madh turistik. Ne në Qershi përveç se të themi që mbijetojmë nëpërmes popullatës të cilën jeton në Shkup dhe rrethinj, mbijetesa nuk mund të jetë shumë edhe pritur nga turistë. Po unë prap du ta them që zhvillimi edhe mos humbja e zanateve, artizanateve dhe zanateve të ndryshëm në Qershin tonë është veç një dorë e fortë, si themi, dora e institucioneve, dora e shtetit, ku me një plan të mirë, me një plan afat gjatë për zhvilluar edhe turizmin, për zhvilluar edhe për ta mirëmbajtur këtë Qershi të vjetër të cilën e kemi në rajon që nuk mund të gjesh Qershi më të madhe në rajonin ku gjendemi ne, edhe të bën një bukuri në Qershin ta kthen një kohë të bukur të cilën ka qenë kaluar. Ne prap mund ta them, ne si esnaf, jo në zyrën tonë esnaf, po esnafët në përgjithësi, ne hapin e parë e bana. Ja hapëm rrugët, pastruam rrugët, ndriçuam rrugët, bëm sigurt rrugët, i tregum veten që jemi për ndryshim dhe presim nga dora e tyre të cilën të kenë një plan ku do të na ftojnë dhe të na prezantojnë për disa vite të tashme që do të kemi një punë të bukur të mirë për këtë zejtar. Mendoj që është fjalë të mjaftueshëm, kemi mjaft, po kemi nevojë për vepra. Për të arsye se çdo ditë shuhet nga një zejtar. Çdo ditë na shkon, nuk kemi zhvillim, nuk kemi interes për zhvillimin e qirakut për me bo. Po të kemi qirak, ne që të vazhdon, ne kemi një shpresë të cilën thotë që do të ketë nesër një zejtar që do ta vazhdon. Zhdukja e qirakut është edhe zhdukja e zanateve të vjetër. Zanatlitë e vjetër, ustatë e vjetër kanë filluar të plakën edhe dalin në penzion, edhe disa edhe nuk i kemi prezent në jetën tonë, kështu që
nuk do të ketë kushte dorëzon ata. Edhe do të marrim masa pa hezituar të sa më shpejt, për arsye se ne do të shohemi dhe do të jemi veç një qarshi moderne pa zanate të vjetra.